Një ngjarje rrëmbimi dhe gjobvënie ndaj një ndërtuesi 32 vjeçar është regjistruar më 31 mars, ndërsa policia ka ndërhyrë më pas duke arrestuar 2 prej autorëve dhe duke shpallur në kërkim të tretin. Në pranga kanë rënë Hysen Neza, 33 vjeç dhe Kevin Neza, 25 vjeç, ndërsa 28 vjeçari Jurgen Neza është në kërkim. Të tre janë të afërm mes tyre dhe njihen nga policia për precedent penal, kryesisht për vjedhje dhe përfshirje në konflikte të ndryshme. Sipas të dhënave, ata njihen edhe si përdorues të lëndëve narkotike. Viktima është një biznesmen nga Divjaka, i identifikuar si F. Sula, i cili ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit dhe ishte kthyer nga jashtë rreth 2 muaj para ngjarjes. Sipas informacioneve hetimore, ai kishte qenë në vëzhgim nga autorët për një periudhë kohe, të cilët kishin ndjekur lëvizjet e tij dhe kishin përgatitur planin e rrëmbimit. Ngjarja ka ndodhur në zonën pranish parkut në Tiranë, në momentin kur 32 vjeçari është larguar nga një lokal dhe ka hyrë në një rrugicë. 3 personat i janë afruar. Ata kanë qenë të maskuar, njëri me kapele dhe syze, ndërsa 2 të tjerët me maska farmacie e syze. Autorët janë prezantuar si agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe duke përdorur këtë identitet rrem e kanë detyruar të hipte në automjet. Fillimisht ata i kanë kërkuar shumën prej 2 milion eurosh. Pas refuzimit nga ana e ndërtuesit, autorët kanë ushtruar dhunë fizike dhe më pas kanë ulur kërkesën në 1 milion euro. Edhe kjo shumë është kundërshtuar me pretendimin se ai nuk dispononte para të tilla. Nën presion, kërkesa është reduktuar në 500.000 euro. Pas mbajtjes gjatë natës në një magazin në zonën e Xhavzotajt në Durrës, ku është dhunuar, 32 vjeçari është liruar në mëngjes me kushtin që të siguronte shumën e kërkuar. Menjëherë pas lirimit ai është paraqitur në polici dhe ka kallëzuar ngjarjen duke dhënë detaje që çuan në identifikimin e autorëve. Sipas hetimeve, identifikimi është bërë përmes kamerave të sigurisë në itinerarin e ndjekur nga autorët, të cilët gjatë gjithë kohës kanë qenë të veshur me rroba të zeza dhe të maskuar. Burimet tregojnë se autorët kishin marrë informacion nga persona ende të pa identifikuar, të cilët dyshohet se u kishin dhënë të dhëna për gjendjen financiare të ndërtuesit dhe mundësinë që ai të mbante shuma të konsiderueshme parash.